Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejt për drejt, takimin ndërmjet Pejës dhe Borës. Lita basketbollit kosovar, ndeshja kjo e Xhiros 24 nga 28 do të thotë që jemi në fazën e fundit të fazës së parë atë të edicionit të rregullt, pamjet natyrisht vijnë nga palestra Karagacit në Pej, e cila është një koqire kësaj ndeshjes. Ja shohim edhe një në formë grafike, faleminderoj regjis Marcus Towns, Darrell Morse, Ron Ukaj, Dardan Berisha dhe Penas Grisiunas. Në tjetër për ekipin e Borës, fillon Alex Lomax, Rezat Mehmeti, Dion Hajosaj, Derek Woods dhe Adem Mekic gati. Woods dhe Grisiunas. Woods më i lartë dhe topi i pari takon ekipit e Borës. Mekic. Bloku i mirë për Mekic, pasimi për Woods. Pjesën e lirë, pikët e para. Towns për Dardan Berisha me lëvizje mashtruese, vjen topi në pjesë të lirë dhe nuk shënon mbrojtja mirë e pejanëve. Hapet e shpejt por jo i vëmendshëm Morsell dhe humb topin. Lomax për Woods, Mehmeti nga këndi, tentimi i tij i dytë shënon. 1-2 ka kohë për pejanët dhe kjo është e bukur. Ronukaj. Lomax me rolling elegant në depërtim dhe efikas. Towns hapësirën për vete, Gjuani mungon sakse më. Por aty është Qendra Benas përsëri Lomax, Hajosaj bllokohet. E punë mirë në mbrojtje kësaj radhe nga pejanët dhe ka faul. Posedimi i topit për pejanët. Kërkon hapësirën, Dardan Berisha, tentimi i tij parë për 3 nuk shënon, kapet topi përsëri nga Qendra. Grisiunas për këtë ngulitje dhe moment më të mirë në këtë takim. Grisiunas, Ukaj. Tjetër aksion në perfekcion. Tentohet të prodhohet aksioni i cili është pak më herët i fundin nga pejanët, kësaj radhe të vëmendshëm janë vendet. Amin Hot për Dardan Berishën. Kjo ardha hapësira Gjuan dhe shënon. Kresha parë për Daciri, tenton të ndalë depërtimin e tij, Gjuaje për 3 dhe pejanët kalojnë përsi Tulio da Silva. Mekic për Henrik Shirko, pasimi vështirë por topi Duart. Tulio da Silva me këtë ngulitje monstruoze për pikën e 18 pejanëve. Por Henrik Shirko shtin topin për Zeqirin, i cili ngrit në ajë 2 lojtarët pejanë për të shënuar pikën e 15. Cambridge, topi devijuar, Hajosaj shënon. Ofër Lomax në anën tjetër, në atë rëmuj, ndalet, Arti Hajdari në kundërsolm, and one. E plot guxim, nësia tjetër, Morsell për Hajdarin, nuk shënon, luftë vërtet në atë pjesë të lirë, tentimi i dytë, and one. Darrell Morsell, pjesë të lirë përsëri, Terrell për është Penas Grisiunas. Stanikpe i cili ngarkohet me personale. Musamala nuk shënon, por Adam Mekic në Lomax. Pjesë të lirë gjysmë distancë, Gjuan dhe shënon Lomax. Darrell Morsell i cili vazhdon driblingun, shkon bet deri në fund, jo nxjerr topin. Dardan Berisha futën në atë pjesë të lirë, shënon. Cambridge, Hajosaj do të shkoj vetë deri në fund. Marquis Towns për pejanët. Asistimi për alley-oopin. Vertikalja e Da Silvës është e jashtëzakonshme. Towns me tabel i sakt. Në mbrojtje fenomenale. Da Silva nxjerr topin për Arti Hajdari, i cili gjuan për 3. Është i sakt. Arti. Ka kohë dhe 6 sekonda, Alex Lomax, Gjuan mbi duart e Qendrës Grisiunas dhe shënon. Edhe një treshja e Alex Lomax. Hapa të shpejt, nxjerr topin jashtë, qarkullimi, Shirko për 3, është i sakt. Koset Amin Hot.
Ka dhe 3 sekonda, Aminat gjuan për 3! I sakt! Qarkullimi mirë, Mehmeti për 3, edhe ky shënon treshja e dytë. Aminat. Da Silva. Da Silva sa elegant në depërtimin e tij. 60 sekonda të fundit dhe pasimi nga Cambridge. Alex Lomax. Shirko. Pikë të shpejta nga Bora. Towns. Fenomenal. Për pikë të reja. Derek Woods. Një dorë. Shtyhet para për Shirkon. Për sëri. Për Woods i cili bën goditje. Derek Woods kësaj radhe e kërkuar nga Sebastian Krastovec. Simunas. Pasimi për Dadan Berishën i cili hyn deri në fund. Do shënoi Dadan Berisha. Pika tje nënt. Gjithë topin jashtë për Ronukaj me 2 lëvizje mashtruese. Ronukaj. Woods i difishuan. Gjithë topin jashtë për Alex Lomax. I sakt është Alex Lomax. Ronukaj shpërton posedimin e topit. Gjen Aminat dhe pikët e leta. Çfarë aksioni. Berisha, pasimi për Silvan. Cilën nuk ka bën. Davor të ekipit e Pejan, Krasiunas, pikë të reja, 75, 59, Cambridge për 3, Gjuan shënon nga një pozitë për 9 metrave. Zeciri. Lomax për 3. Në fund, Lomax kërkon hapësirë, shkon vetë dhe shënon. Këtu besoj që do të përfundoj ky takim rezultati përfundimtar 7-7 me 69 7-9 me 68. Një fitore plotësisht e merituar e pejanëve. 18-13 që rregoj i parë, 21-17 i dytë, 17-16 i tretë edhe i katërt ishte fituar me rezultatin 23-22.